Gjykata e Durrësit la në qeli ish drejtorin e burgut Indrit Sërloj dhe arrest në shtëpi për mjekjen e këtij institucioni Ilfete Sema për arratisjen e Altin Docit disa ditë më parë nga Spitali i qytetit. Gjyqtari i çështjes, Xhevdet Lika, pasi ka dëgjuar pretendimet e prokurorisë që përfaqësohej nga prokurori Edmond Koloshi si dhe avokatët e dy personave në nënhetim, vendosi lënje në fuqi të vendimit të dhënë disa ditë më parë në mungesë për ish drejtorin dhe mjekën për veprën penale shpërdorimi i detyrës. Ndërkohë avokatët e tyre thanë se vendimi do të apelohet. Zonja Ilfete realisht është e pafajshme, nuk ka kryer asnjë veprim të kundraligjshme. Megjithatë, këto procedura do vijojnë hetimet dhe përfundimisht do zbardhet e vërteta dhe çdo gjë do shkojë në vendin e duhur. Shtetësia Ilfete Sema nuk mund të përfshihet në atë ngjarje. Situata shëndetësore e shtetasit i cili rezulton që është larguar ka qenë e rëndë. Jemi plotësisht dakord është një ngjarje shumë e rëndë, ka cënuar sigurinë e sistemit të drejtësisë të burgjeve çdo gjë, por ama përgjegjësia është personale, është individuale dhe çmojmë se kemi të bëjmë me një interpretim të gabuar të ligjit, akteve nënligjor në lidhje me detyrat dhe funksionet që ka një drejtues i një VP-je në krahasim me policinë e burgjeve dhe në krahasim me personelin mbështetës. Të shtunën, po kjo gjykatë zhvilloi vlerësimin e masës së sigurisë për 8 punonjës të burgut të arrestuar pas arratisjes së Altin Docit nga Spitali, duke lënë 3 prej tyre në qeli, 2 me arrest shtëpie dhe 3 me detyrim paraqitje. Ngjarja e rëndë ndodhi të martën e kaluar kur Altin Doci u shoqërua në pavionin e infektivit. Në pritje të vizitës mjekësore, ai kërkoi të shkonte në tualet dhe pas kësaj goditi në befasi efektivin e policisë së burgjeve që po e ruante dhe menjëherë u largua me vrap ku e priste një automjet tip Audi. Nga hetimet e deritanishme rezulton se nuk janë respektuar protokollet e shoqërimit për numrin e efektivëve të policisë së burgjeve që duhet të shoqërojnë personat e paraburgosur apo të dënuar gjatë vizitave të tyre mjekësore.